Atëherë si të folëm, ka nga ata që e falin tradhtin, ka dhe nga ata që nuk e falin. Gjë në të cilën hyn edhe Megan Foxi, e cila zbuloi tradhtinë të dashurit të saj në pritje të ëmbël, në periudhën që ishte shtatzan. Tani, ne kemi nisur këtu, i kemi diskutuar këto pritje të ëmbla dhe me sa duket edhe pritjes së Megan Foxit i ka ardhur fundi pasi ajo ka sjellë në jetë fëmijën e saj, ka sjellë në jetë vajzën e saj të vogël dhe ka qenë babai i saj, pra ish partneri i Meganit, ai i cili ka bërë publike ardhjen në jetë të fëmijës së tyre. Duke se ai është duke kaluar kohë me foshnjën e përsa lindur. Tani ne nuk e dim nga ky afrimiteti se foshnja besoj do i tërkon me maman. Pra i bie janë takuar dyshja. Normal, fëmia. Kur ke një fëmijë, detyrohesh ti kalosh disa gjëra, ti përtypesh disa gjëra. Por se ti nga ky afrimiteti, Greta, çfarë mendon? Mund të pajtojnë ta të dyja apo jo? Jo, absolutisht jo. Secili ka krijuar jetën e vet. Sepse Megani thellë është një shqiptare e cila nuk e fal tradhtin.